Ishte një ditë e zakonshme, një ditë që nuk premtone asgjë ndryshe nga të tjerat. U nisa me makinën time, i qetë, duke menduar vetëm për gjërat e vogla të jetës së përditshme. Rruga nëpër Treboviç nuk është e lehtë, e di mirë. Ka kthesa që të marrin përpara nëse nuk je i vëmendshëm. Ka momente që të duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Dhe unë gjithmonë jam përpjekur të jem i tillë. Nuk kam qenë kurrë nga ata shoferë që shpejtojnë, që rrezikojnë, që e sfidojnë fatin. Për mua, drejtimi i makinës është përgjegjësi. Dhe atë ditë nuk kisha asnjë arsye për të menduar se diçka e keqe do të ndodhte. Por ndonjëherë fati nuk të pyet. Ai të del përpara pa paralajmërim. Dhe kështu ndodhi. Në një kthes, pash përballë një motociklet me 4 goma, që po vinte me një shpejtësi të lartë. Në fillim, mendova se gjithçka ishte nën kontroll, se thjesht po vinte shpejt, por brenda sekondave të para e kuptova. Ai djalë nuk po e mbante dot mjetin. Mënyra si lëkundej, si i rrëshqiste timoni, ishte e frikshme. Pash trupin e tij të përkulet nga njëra anë në tjetrën, dhe ndjeva që situata po i dilte nga duart. Në ato sekonda, zemra ime filloi të rrihte fort. Instinkti i parë ishte të ktheja timonin majtas, për t'i lënë hapësirë. I shtypa frenat fort, aq sa goma e makinës bërtiti në asfalt. Ndoshta mendoni që këto janë gjëra që bëhen me qetësi, por jo. Në ato momente, gjithçka ndodh brenda një sekonde, dhe mendja jote përplaset me frikën, me panikun, me dëshirën për të shpëtuar. Mendova vetëm një gjë: ta shmang, ta shpëtoj këtë djalë, të mos ndodh përplasja. Por nuk kishte e mundur. Ai tashmë kishte kaluar në shiritin tim. Dhe pastaj, koha u shndërrua në ngadalësim. E mbaj mend shumë qartë. Pash sytë e tij për një çast, të hapur, të tmerruar, sikur edhe ai e dinte që nuk kishte më kthim prapa. Pash mjetin e tij që u lëshua drejt meje dhe pastaj përplasja. Një zhurmë fort, një tronditje që më rrëqethi trupin. Ai moment ishte sikur më ndau jetën në 2 pjesë, atë që isha para aksidentit dhe atë që u bëra pas tij. Kur makina u ndal, gjithçka ishte e heshtur. Zhurma u shua dhe mbeti vetëm shoku. Dora më dridhej mbi timon. Syt më kërkonin të kuptonin çfarë kishte ndodhur. Dola me ngut nga makina dhe e pash atë, të shtrirë në tokë, dhe ajo pamje më ndjek çdo natë, çdo herë që mbyll syt. Ai ishte një djalë i ri, me gjithë jetën përpara, nuk lëviste. Dhe unë nuk do të harroj kurrë se si më pushtoi një ndjenjë fajësie, edhe pse në shpirt e dija, unë nuk kisha çfarë të bëja, e kisha bërë gjithçka që mundja për ta shmangur, por ndonjëherë asgjë nuk mjafton. Në ato minuta që pasuan, njerëzit nisën të ndalonin, disa u lëritën, disa morën telefonat për të thirrur ndihmë. Dëgjova dikë të thoshte, është tepër vonë. Ato fjalë më goditën si thik. E dija se kishte ndëruar jetë. Dhe unë, i pafuqishëm, qëndrova aty, duke parë trupin e tij, duke menduar vetëm një gjë: pse nuk munda ta shmang? Pse fati e solli të përplasej pikërisht me mua? Që atë ditë jeta ime nuk është më e njëjta. Çdo natë e kaloj duke menduar për familjen e tij, për nënën që humbi një djalë, për vëllain e tij, gjesti që ndoshta ende nuk e pranon dot. E di që ata më shohin mua si aksidentuesin, ndoshta edhe si fajtorin, por e vërteta është kjo: ai humbi kontrollin dhe unë bëra gjithçka për ta shmangur, e megjithatë nuk arrita. Dhe kjo barë do të mbetet me mua për gjithë jetën. Nuk ka natë që të mos shoh ëndra. E shoh makinën time duke u përplasur. E shoh djalin që bie për dhe. E dëgjoj zhurmën e frenave. Është një kujtim që më ndjek kudo. Nuk është e lehtë të jetosh me këtë peshë. Mund të dugemi qetë para të tjerëve, por brenda vetes jam i thyer. Kam frikë të vozis si më parë. Kam frikë të hyj në kthesa, sepse çdo kthes më duket sikur do të më rikthej atë ditë. E di që publiku e sheh këtë histori si lajm. Një djalë i ri humbi jetën.
një aksident tragjik, një shofer që u përfshi. Por askush nuk flet për atë që ndodh pas lajmeve, për atë që ndjen një njeri si unë, që mbetet i gjallë, por që çdo ditë mban mbi shpinë barrën e një jete të humbur. Askush nuk flet për ato net kur s'mund flesh, për ato mëngjese kur zgjohem me ndjesinë e fajit në gjoks. Unë nuk dua të justifikohem. Nuk dua që askush të mendoj se po e përdor këtë rrëfim për të larë ndërgjegjen time. Jo, dua vetëm të them të vërtetën time, ashtu siç ndodhi. Dua të më dëgjoni, të kuptoni se nuk ishte as pa kujdesi, as pa përgjegjësi, as një gabim i qëllimshëm. Ishte fati i hidhur, ishte një moment ku gjithçka doli nga kontrolli. Dhe më besoni, nuk ka ndëshkim më të madh se sa të jetosh me kujtimin e asaj dite. Sot e rrëfej për herë të parë. Jo për veten time, por për të treguar se pas çdo aksidenti ka dy histori. Një të atij që humb jetën dhe një të atij që mbetet gjallë, por me plagë të padukshme që nuk shërohen kurrë. Dhe unë jam ai që do ta mbaj këtë plagë me vete deri në fund të jetës.